Në një moment prekës dhe emocional, Abdullah hyn në dhomën e Alevit të vogël, ku e vështron me dhemësuri dhe i ofron një ndjenjë dashurie dhe mbrojtje të sinqertë. Ai ndjen një mbështet të madh për vajzën, pasi ajo e nisi jetën pa nënën e saj, Alevin, e cila humbi jetën. Në një bisedë të qetë me Merin, Abdullah shpreh pendesë dhe faj për atë që ka ndodhur, duke thënë se do vetëm më të mirën për të birën. Meri me shumë qetësi dhe butësi e ngushëllon duke i kujtuar se edhe pse Alevi, nëna e saj nuk është më, Alevi e vogël është rrethuar ka shumë dashuri, njerëz që kujdesen për të, që e duan dhe që do të jenë gjithmonë pranë saj. Por rastësisht, Pembe dëgjon këtë bisedë. Ajo përjeton xhelozi dhe një kërcënim të heshtur ndaj vendit të saj në familje dhe në zemrën e Abdullahit. Ky moment rrit tension dramatik dhe parashikon konflikte të mundshme mes saj dhe Merit në episodet e ardhshme. E trazuar nga ajo që dëgjoi mes Abdullahit dhe Merit, Pembe nuk arrin ta mbajë për vete xhelozinë dhe dyshimet që po i zihen brenda. E shqetësuar dhe e pasigurt, ajo shkon tek Nursema, duke i ndarë mendimet e saj dhe duke shprehur hapur dyshimin e saj midis Abdullahit dhe Merit mund të ketë diçka më shumë se sa thjesht një lidhje për hir të Alevit të vogël. Pembe i përshkruan sjelljet e tyre si të çuditshme dhe me nën kuptime. Por Nursema, e lodhur nga drama dhe e rritur në mes të konflikteve familjare, nuk i le vend këtij lloji dyshimi. Ajo e kritikon ashpër nënën e saj, duke i thënë se nuk është koha për të ngjallur mosbesim dhe intriga. Nursema i kujton se Meri po e bën më të mirën për vajzën e ndjerë të Alevit, dhe mbi të gjitha i kujton nënës së saj se divorci me Abdullahin tashmë është në rrugë pa kthim. Pas asaj që pa me sytë e tij, Mustafajin duke u larguar nga kompania me një grua misterioze, Fati fillon të dyshoj seriozisht. Duke përfituar nga fakti që janë vetëm, ai nuk heziton dhe i kërkon llogari vëllait të tij. Kush është ajo grua? Çfarë lidhje ke ti me të? Mustafa, i zën ngushtë, përpiqet të mbrohet. Ai i shpjegon se po e ndihmon atë grua sepse ajo ka një vajzë të sëmurë dhe se gjithçka që po bën është nga ndjeshmëria dhe humanizmi, jo për ndonjë arsye të fshehtë. Por Fati nuk bindet, dyshimet në sytë e tij janë të qarta. Ai ndjen se ka më shumë se ç'duket dhe se vëllai i tij po fsheh diçka. Mungesa e transparencës dhe fjalët e paqarta e bën Mustafajin edhe më të dyshimt. I acaruar nga mungesa e besimit, Mustafa largohet i nervozuar, duke i lënë pas tensionet e papërfunduara dhe një pyetje të madhe në ajër. Gjendja psikologjike e Xhemalit po përkeqësohet dita ditës. Fiksimi i tij ndaj këvëllçëmit po kalon çdo kufi logjik dhe po bëhet gjithnjë më i rrezikshëm. Ai nuk mjaftohet vetëm me përpjekjet për t'u afruar asaj. Tani ka filluar të hulumtojë dhe jetën e Omerit, duke e parë atë si një pengesë për qëllimet e tij. Në një moment, Xhemal sheh me sytë e tij se në shtëpinë e Omerit hyn Xhansu bashkë me vajzën e saj. Kjo skenë i ngulitet atij në mendje dhe e keq interpreton. Bindet se Omeri tashmë është larguar nga këvëllçëm dhe se rruga drejt saj është e hapur. Me një ndjenjë lehtësimi të sëmurë, Xhemal fillon të besojë se tani është radha e tij për të zënë vendin pranë këvëllçëm. Pa e kuptuar se kjo vetbindje nuk është vetëm një obsesion që mund të përfundojë shumë keq. Gorkem ndjen se distanca mes saj dhe Fatit po thellohet dhe ajo nuk po gjen mënyrën e duhur për t'u afruar. Në përpjekje për të rikthyer lidhjen e ftohur, ajo i lutet Fatit që të flenë bashkë atë natë, duke i kërkuar një gjest të thjeshtë, por të ngrohtë. Por Fati i vendosur dhe emocionalisht i mbyllur i kujton se kjo temë është diskutuar më parë dhe se ai nuk është gati për një afrim të tillë, ndoshta as emocionalisht dhe as shpirtërisht. Duke ndjer largimin e tij, Gorkem përpiqet të luajë kartën më të fortë që ka, shtatzanin. I kujton Fatit se po mban në bark fëmijën e tij dhe se ai duhet të bëjë këtë hap jo për vete, por për fëmijën e tyre të ardhshëm. Në fund, me zë të ulët dhe sy të mbushur me lot, ajo ka vetëm një kërkesë të thjeshtë. Nuk dua asgjë më shumë, vetëm të flesonte pranë supit tënd. Këvëllçëm i dërgon një mesazh dëvës, duke i thënë se do të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit, si një nën që nuk prashtis vajzën e saj në ditësi. Mirëpo veprimi i saj nuk i shpëton syrit të Xhemalit, ai reagon menjëherë, i fiksuar dhe i sëmurë nga obsesioni ndaj këvëllçëmit. Xhemal përpiqet ta kontrollojë edhe në vendimet e saj personale. I afrohet duke i ofruar ta shoqërojë në ceremoni, me justifikimin e mbështetjes, por në të vërtetë ai nënkupton se dëshiron të jetë pranë saj dhe ta mbrojë. Por këvëllçëm mbetet e qartë, ajo nuk pranon shoqërimin dhe i bën të qartë se ky është një moment familjar, jo një hapësirë ku Xhemal ka vend.
E bindur se do të punojë në të ardhmen me Firazin, djalin e Asudes. Nursema vendos të jetë e hapur dhe profesionale. Ajo e telefonon Firazin për të organizuar një takim që të diskutojnë për bashkëpunimin e tyre të ardhshëm. Si gjithmonë e drejtë dhe serioze, Nursema nuk e ka idenë që pas kësaj marrëveshjeje qëndron një lojë e heqtur. Nga ana tjetër, Firaz është menjëherë i gatshëm për këtë takim dhe e pranon me kënaqësi. Por ai nuk veproni vetëm, lajmin e takimit e ndan menjëherë me Gorkemin, duke zbuluar se mes tyre ekziston një bashkëpunim i fshehtë. Nursema dhe Firaz më në fund realizojnë takimin e tyre për bashkëpunimin profesional. Ajo si gjithmonë e qartë dhe e përgatitur shpjegon me qetësi të gjitha detajet e punës, mënyrën si do të veprojnë dhe çfarë pritet nga secili. Nursema dëshiron një projekt të strukturuar mirë dhe bashkëpunim korrekt. Por Firaz shfaq një qasje arrogante dhe të ftohtë. Ai i thot hapur se nuk dëshiron të merret me nënën e tij Asuden, duke u distancuar emocionalisht nga ajo dhe duke treguar mospërfillje për përfshirjen e saj në këtë proces. Megjithatë, Nursema nuk tërhiqet, me qetësi, këmbgulje dhe profesionalizëm, ajo i bën të qartë se puna kërkon bashkëpunim nga të gjitha palët. Firaz pranon të bashkëpunojë, kështu ai do të realizojë një nga qëllimet e Gorkemit. Duke parë se Omeri po mbyllet gjithnjë më shumë në vetvete dhe ndjen një boshllëk të thellë pas largimit nga KVÇ, me këtë, me natyrën e tij praktike dhe shpesh ndërhyrëse, vendos të veprojë. Ai i propozon Omerit që të telefonojë Xhansun dhe ta ftojë për të dalë së bashku, si një përpjekje për të larguar nga vetmia dhe për t'i dhënë një mundësi që të mos ngelet vetëm në mendimet e tij. Omer, duke marrë këshillën e Mektanit, e merr telefonin dhe e thërret Xhansun. Xhansu e befasuar por njëkohësisht e kënaqur nga telefonata, pranon ftesën. Gjatë ceremonisë së varrimit të babait të Girait, atmosfera është e rënduar dhe plot ndjeshmëri. Por papritur, ndodh një incident që krijon tension mes të pranishmëve. Shoqja e Vesit, me një koment të papërshtatshëm dhe përçmues, shprehet me ironi. Shtëpia është mbushur me të mbuluara, duke nënkuptuar mungesë tolerance ndaj vajzave me shami. Por ky koment nuk i shpëton vëmendjes së Nilait, e cila reagon menjëherë, e ndinuar dhe pa durim, ajo i kërkon llogari shoqes së Evesit për fjalët e saj fyese dhe paragjykuese. Të tjerët rreth tyre që nuk janë në dieni të plotë të situatës përpiqen të qetësojnë Nilain, duke e këshilluar të mos reagojë ashpër në një moment zije. Abdullah i propozon Pembes që Merin ta ftojë në tryezën familjare, si një shenjë respekti dhe pranimi për rolin që ajo tashmë ka marrë në jetën e vajzës së tij. Por Pembe reagon menjëherë dhe me qëndrueshmëri. Ajo e kundërshton idenë, duke i kujtuar se kjo është shtëpia e saj dhe rregullat i vendos ajo. Për të Meri nuk ka vend në atë tryezë. Por Abdullah shfaq vendosmërinë e tij. I thot se nëse kjo është qasja e saj, atëherë do të marrë vajzën e tij dhe do të largohet nga shtëpia. Pembe, e prekur në krenarinë e saj, i përgjigjet me një akuzë të drejtë për drejtë. E di që do të largohesh, por jo për vajzën, por për të jetuar me Merin. Vazhdimin e episodit do ta përpunojmë nesër. Faleminderit që na ndoqët.